Thënie nga Mark Aureli. Mark Aureli ishte perandor, filozof dhe shkrimtar romak. Citojmë disa prej thënieve të tij. Atje ku është qëllimi, atje është edhe dobia, edhe e mira e çdo kujt. Dhe e mira e njeriut është jetesa në shoqëri. Nga një grusht gjërash varet lumturia e jetës. Lëvdatat duhet të japim pa zhurmë dhe dijet nuk duhet t'i përdorim për të bërë përshtypje. Njerëzit rrallisen dhe sfiliten nga jeta, kur nuk kanë një qëllim ku të drejtojnë çdo përpjekje dhe çdo mendim. Vdekja është si lindja, një mister i natyrës, bashkimi ose ndarja e disa elementeve. Asgjë nuk mund të jetë e keqe kur është sipas natyrës. Kur je i dëshpëruar, jeton në të kaluarën. Kur je në ankth, jeton në të ardhmen. Kur je në paqe, jeton në të tashmen. Akti i vdekjes është një akt jete. Siç i ke mendimet në shumicën e kohës, ashtu e ke edhe shpirtin. Reflekton mbi faktin se së shpejti nuk do të jesh askush e nuk do të jesh askund.